Protesta do vazhdojnë edhe me të tjerë pa tjetër, por edhe këta, edhe gjithë Shqipëria mendoj që duhet solidarizohet për këtë situatë, sepse një situatë që nesër do i binë kokë secilit. Tani ata e dinë shumë mirë dhe prandaj vonojnë për ta zbardhur vërtetën. Presim këto 2-3 ditë edhe një herë, mas një sigurim gjykatën e administrative dhe ja kemi kërkuar me afat derisa të zbardhen aktet e ekspertimit për falsifikimet e tyre. Pra dihet ajo punë që këto dokumente janë falsifikuar, sepse edhe në kohën e 97 doli me dekret presidenti i Europës asaj kohe dhe tha që armadja pa leje bie poshtë. La një afat tjetër për të gjitha vulat e institucioneve që ishin djeg institucionet u shfuqizun dhe dolën vulat të tjera të cilat 2001 ishit e me radhë. Çka do thotë që dokumenti për të cilën ai është bërë pronar ka një falsifikim dokumentin letra, ka vendos vulën e 2001 në 97 me këto pretendime. Që dihet që s'ka nevojë as për akt ekspertimin, por edhe këtë nuk po bëjnë me shpejtësi.